Nuk ka qëndrim, ne nuk jemi akoma në proces zgjedhor, do të presim vendimet e gjykatës kushtetuese për verdiktin final, pastaj sigurisht gjitha partitë do të fillojnë në mobilizim dhe në krijimin e kushteve të mbajtjes së zgjedhjeve dhe listave të tyre. Pra nuk ka asnjë diskutim deri më tash për atë pjesë. Lidhja demokratike e Kosovës është e gjithë qytetarëve, prandaj të gjithë ata që dojnë me qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës e kanë derën hapur. Ka shumë lexime, me të drejtën, dhe nuk mund të spekulojmë këtë fazë se cili do të jetë verdikti i gjykatës kushtetuese, sepse kem dëgjuar gjithashtu që janë ezaruar gjitha emrat dhe mundësitë, ndoshta për emrat të presidentit. Prandaj më lejoni që këtë përgjigje t'ja japim në një kohë kur ta dim saktë se cilat janë vendimet e sakta të gjykatës kushtetuese, që mos bëjmë interpretime të gabueshme dhe të orientojmë qytetarët në një percepcion tjetër publik të opinionit që mund ta krijojmë pa dashje. Lëvizja Vetëvendosje ka pas afatet kushtetuese për me i bë gjitha propozimet, me i bë gjitha opsionet në tavolinë për të pas se cila është rruga përpara. Ju e dini ashtu siç kanë qenë të deklaruara edhe për media se Lëvizja Vetëvendosje ka lyp një kompromis për njerëz të saj, pra për njerëz partijak, për me vendosë në pozitën e presidentit në këtë rast, dhe këtë gjë kemi refuzuar për shkak se nuk ka qenë një marrëveshje e cila mund të sillte ndonjë dobi për skenën politike në Kosovë. Pra po them, të rezervohemi deri në momentin kur kemi një vendim të gjykatës kushtetuese për të qenë më të qartë edhe ne në përgjigjet tona që mund t'i japim. Në asnjë moment nuk është kërkuar në formë zyrtare nga Lidhja Demokratike e Kosovës që t'jap nënshkrimet për ndonjë kandidat për president. Dhe ato që keni dëgjuar ka qenë spekulime sigurisht, sepse LDK-ja në njësinë integrale të saj ka qenë gjithmonë e bashkuar dhe qëndrimet, pavarësisht se mund të kemi opinione të ndryshme, qëndrimet partijake kanë qenë në kohezion të plotë. Unë realisht kam me vazhdu hulumtimin dhe kam me shku me kërkesa të qarta, do t'i drejtohem edhe zyrës rregullatorit të energjisë, do t'ju kërkoj qytetarëve që të m'japin më shumë informacione nga tereni, do të kërkoj edhe zyrtarisht nga KESCO që t'i kthej paratë e mbledhura jo ligjërisht. Absolutisht po. Absolutisht po. Po këto fakte mendoj që janë të mjaftueshme edhe për prokurorinë me nisë hetimet. Sepse këto janë dëshmi që unë i kam sjellë, po sigurisht mostra prej 87% e njësorëve që janë gabim të matë, është bukur e madhe. Por nuk po flasim për gabime teknike, të vogla të izoluara, po flasim për një manipulim sistematik, me paramendim atje, i organizuar, që e ka dëmtuar kuletën e qytetarit Kosovës. Këtu sigurisht në Kosovë ka edhe organizata që mbrojnë të drejtën e konsumatorëve, edhe ata do të duhet të reagonin tash mbi këto gjetje, por nuk janë pak, sepse po flasim në rastin më të keq disa miliona euro keqpërdorime gjatë vitit. Në aspektin financiar, prej afër dikun 2 milion euro në vit deri në 20 milion euro në vit, varësisht prej ngarkesës të cilën e ka pas sistemi energjetik në orët e vona, pra prej orës 10 e tutje, sepse duhet i masim pajisjet cilat kanë funksionu, po në rastin më të keq nëse po flasim për dikun 500.000 njësor, sepse sipas regjistrave të fundit të zyrës rregullatorit të energjisë, janë mbi 700.000 njësor të instaluara në Kosovë, po marrim 500.000 nëse nga 1 cent në ditë ka keqpërdorim, po flasim për një shumë prej 5.000 eurove në ditë. Dhe po flasim për 150.000 euro në muaj. Po marr shifrën 1 cent minimale. Po këtu po e shohim që dallimi tash para mendon, nëse e ke lëshu lavatriçën, lavatriçja ka me punu për 1 orë, 2 orë, i harxhon 1.5 kW në orë. Çmimin nuk e ke 1 cent të qasoj dallimi, sepse nga 6 cent në 13 cent ke ngritje 115% gati. Pra po flasim për 6-7 cent, të cilat i ke harxhu në mënyrë të palishme, sepse ty ta ka dhënë drejtën zyra rregullatorit të energjisë me tarifën, me tregu që prej orës 10 ti e shpenzon energjinë me 6 cent në kilowatt-orë. Dhe kjo padrejtësi pastaj para to unë po kërkoj një hetim më të madh prej organeve kompetente për me pa se sa realisht është ky dëm që është shkaktuar. Ne vazhdimisht kem kërku edhe nga shteti që të kenë masa lehtësuese për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse po gjithë e dim që çmimi
i derivateve sot është jashtëzakonisht i lartë. E kem pa gjithashtu që disa shtete në rajon kanë marrë masa në heqjen e akcizës dhe të TVSH-s për t'ju leju qytetarëve ose t'ju ofru një komoditet. Të njëjtat kërkesa edhe ne si Lidhje Demokratike i kem parashtru tek qeveria, por po e shinit që ka neglizhencë dhe ka vonesa tilla që me një formë apo tjetër shkojnë në dëm të qytetarët Kosovës dhe në favor të kompanive të cilat tregtojnë derivate. Nuk kisha dashur me hy shumë në këto pjesë të cilat paka shumë janë aspektet të cilat i rregullon qeveria. Mirë po, nëse mund të flas për një kategori të shoqërisë tonë e cila meriton dignitet e respekt, janë pikërisht policia, zjarfikësit, ushtarët, mjekët, mësimdhënësit e kështu me radhë. Prandaj, nëse nuk i trajtojmë ata siç duhet, nuk mund presim që ky vend mund të ecë përpara nëse nuk ka dignitet, sepse digniteti është ndoshta mbi gjitha tjera të cilat duhet t'i rendisim nëse kemi një listë të prioriteteve si shoqëri. Absolutisht jo. Kontrata me Kontur Globalin ka qenë kontrata më e dëmshme për Republikën e Kosovës në atë kohë. Edhe sot, po t'jem në pozicion për me vlerësu një kontratë të tillë, do t'jem kundër ashtu siç kam qenë edhe atëherë.